Ndërsa pritej që Vllaznia të bënte kthesë në Super League me synim rikthimi në krye të kampionatit, kuqe-blut kanë zhgënjyer sërish, duke u mundur në Loro Boriçi nga Bylis, në kërkim të mbijetesës në kategorinë Abisnet superiore. 2 gola i kanë dhënë fitoren miqve, duke regjistruar humbjen e 3 radhazi mes Kupës e Superligës për Vllaznin. Po falshme për ne, që nga ndeshjet më të këqija që kena bë, të paktën me ndresh duhet ishim më të qartë, sepse kishte ndeshje që kapshin veten e parë prap. Ishim aty ku kishim kënë gati pothuajse ton kampionatin e pafalshme. Unë personalisht i kërkoj njes, edhe s'kam gjatë të më thonë veç kena ndeshje të mërkurën, duhet të punojmë në anën psikologjike sepse është me thonë drejtën është të rëndum në këta momente, por të shohim tjetrin por. Si Tirana, si Vlora janë pothuajse të njëjtat pozita. Bëhet e vështirë, po gjithsesi do bëjmë maksimumin. Për hir të realitetit, të gjitha ndeshjet e javës së 34 kanë prodhuar rezultate të çuditshme. Flamurtari i vendit të fundit, ashtu si edhe Vora që lufton për mbijetesë, kanë regjistruar poker në dëm të Partizanit dhe Elbasanit. Po ashtu, Tirana ka mundur në Durrës Teutën, duke e futur në vallën e mbijetesës, teksa dhe Dinamo ka mundur kampionët në fuqitë e Ignatias. Edhe 2 javët e mbetura, me shumë mundësi do të rezervojnë surpriza të tjera në rezultate, por edhe në renditje, sidomos pjesën fundore të saj.